Kandidati për deputet i Sharku të Vlorës Vullnet Sinaj takoi në një atmosferë të ngrohtë dhe bashkëbiseduese gratë dhe vajzat socialiste. Vota e 11 majit është vota për të ardhmen europiane të Shqipërisë dhe të ardhmen e fëmijëve tanë, tha Sinaj. Ai theksoi se Partia Socialiste është e vetmja parti e cila do të radhisë Shqipërinë si të barabartë mes të barabartëve dhe gratë dhe vajzat kanë rolin kryesor për vizionin dhe angazhimin e tyre. Unë i kam të gjithë njësoj dhe dëshira ime është të jem deputeti të gjithëve, i asaj pjesë të shoqërisë që ka nevojë për të pasur vërtet një mik dhe një mbështetje. Është një moment historik i Shqipërisë ku qeveria dhe Edi Rama kanë vendosur në programin e tyre të realizojnë antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Partia Socialiste është e vetmja parti që mund ta çojë Shqipërinë në Europë. Dhe sot duhet na bashkohen demokratët në socialistëve, me votën e tyre, jo për të votuar Partinë Socialiste, por për të votuar për të ardhmen e fëmijëve të tyre, për ardhmen e fëmijëve tanë, për të ardhmen e vendit tonë. Numri 5 është ai numri që na çon në Bashkimin Evropian, ma treni me numër 5 është trenisti Edi Rama, që do marri gjithë Shqipërinë do ta çojë në Bashkimin Evropian. Një nga bashkëpunëtorët e trenistit jam dhe unë, Vullnet Sinaj, që ose do doni dhe njerë një deputet që të vinte të ule i kem kryq për të qallë hallet dhe për të zgjidhur ato problemet që keni, votojeni Vullnet Sinën. Deputeti i Sharku të Vlorës, Vullnet Sinaj, ka zhvilluar gjithashtu një takim me banorët e Babicës për të dëgjuar shqetësimet e tyre. Ai është shprehur se angazhimi për të qenë gjithmonë pranë qytetarëve është detyrim i përditshëm dhe se fjalët e dhëna do të kthehen në vepra konkrete. Sinaj theksoi se përfaqësimi i ndershëm dhe puna konkrete janë ajo që e dallon. Ai përmendi investimet që po realizohen në rrugën Treblov-Velç dhe projektin e ërës së Selenicës, i cili pritet të realizohet gjatë mandatit të ardhshëm si pjesë e zotimeve të kryeministrit. E bëj politikën me atë mundësinë e biznesit, jam njeri praktik që zgjidh situatat dhe problemet, nuk di të gënjej dhe të bëj tërkuz gjërat, jo do mbaroj sot kjo punë, po do mbaroj nesër, po i them po dhe jo si them jo. Nuk di të bëj premtime boshe, di të përkushtohem për punën në mënyrë maksimale. Zonën time e kam përfaqësuar në mënyrën më dinjitoze, nuk kam lënë problem të zonës pa e ngritur në parlament, pa e ngritur në qeveri. Sa kam mundur kam marrë investime për zonën, kam marrë 2 investime për zonën, kam marrë rrugën e Treblovës që po asfaltohet nga Selenica në Treblov, kam marrë dhe fillimin e investimeve për rrugën e Velçës, andaj nga Smokfina. Fillon bashkia me 3 kilometra dhe gjysmë të parat dhe pastaj vazhdon qeveria për asfaltimin e tyre. Kërkesa e atyre banorëve të zonës, vlerësimi që më bëri kryeministri, kërkesa e drejtuesit politik të Qarkut që unë të isha prapë. Nuk është shumë e rëndësishme ajo karrigja e parlamentit, pasi unë rrogën time e kam falur. 8 vjet nuk e kam marrë rrogën time. Edhe investimet që kam bërë në zonë, kam ndihmuar njerëz në nevojë. Ku është problemi juaj, unë do vi t'i shikoj vetë në teren. Do vemi t'i shkelim me këmbë të gjitha problemet që ju keni. Dhe bashkërisht me ju, do kërkojmë që problemet të zgjidhen.